Mirë mbrëma bia ime. Mirë mbrëma baba. Atë kujtohet oj Fatime mram që të tregova për Muhamedin e vogël që u kthy me Halimen në fisin Benu Said dhe gjithë fëmijët u gëzuan. Po baba, se i kam shënuar. Shumë bukur që i ke shënuar. Pra bia ime kaluan ditë, kaluan net, kaluan edhe vjetë. Edhe pejgamberit nisi t'i rriti shtati, edhe t'i kthjelloi mendja. Bile fliste edhe gjuhën e kulluar arabe. Edhe kur u rritu thoshte shokëve se a e dini pse e flasun e gjuhën e arabe mirë, sepse jam Kurejsh, edhe e kam mësuar gjuhën në fisin Benu Said. Kaluan ditët, muajt, vjetët, dhe u bën 5 vjet. Halimja e mori djalin për dorë dhe nga fisi Benu Said u nis për në Mekë dhe shkoi në familjen e Eminës. Aty e gjeti edhe vjerrin e Eminës, Abdul Mutalibin. Ai u gëzua shumë dhe tha, mirë se vjen o nipim, mirë se gjej gjysh, u përgjegj ai. Mirë se vjen o Halime, i tha dhe urdhno, ulu. Eminja mori djalin, e ulin prehen dhe e shtrëngoi fort në gji. I tha, o vjerrim, a e she nipin sa t'u ka rrit. Tash po ec, ashtu si s'ke dëshiruar ti. Tash po flet, ashtu si s'ke dëshiruar ti. Pra, të dytë, edhe reja, edhe vjerri, ishin të lumtur dhe kështu që Abdul Mutalibi pra i dha një shpërblim të mirë Halimës, edhe ajo u kthy në fisin e saj, në Benu Said. Kështu pra, Muhamedi i kishte bërë 5 vjet, po kur u rrit e vizitonte shpesh Halimin atje. Edhe kur shkonte në fshat, e histe robën e vet, se ishte pejgamber atëherë, edhe ja shtronte Halimës, se nderonte aq shumë, sepse ajo kishte bërë e kishte rritur. Bile në një rast edhe një luftë kur ai veç kishte qenë në luftë, vajza e Halimës, Shemaja, ishte zënë rob, edhe pejgamberi shkoi aty dhe ja dha një deve me plaçka për fisin e saj. Domethënë, pejgamberi vazhdimisht është kujdes për familjen ku ka jetuar, për familjen e cila e ka rritur. Kështu që tash ende jemi kur pejgamberi ishte i vogël, pra, tash ishte 5 vjeçar, edhe po rritej në gjirin e nënës ti Eminës. Po Eminja e mori një ditë bashkë me shërbëtorën dhe u nisën për shkuar në Medinë të dajt e burrit, të dajt e Abdullahut. Edhe atje shku në Medinë dhe ajo i tregoi vendin ku është smur Abdullahi, ku ka vdek, ku e ka varrin. Ndoshta Eminja i ka folë
edhe për dashurin që ka ushqyer ajo ndaj burrit saj. Dashurie cila u ndërprej, sepse ai vdes pa lind Muhameti. Kështu ata ndajten një muaj ditë në Medinë. Dhe pas një muaj, ata vendosën kthehen në shtëpinë e tyre në Mekë. Do të thotë rruga Mekë ose Medinë Mekë është rrugë gjatë me ditë tëra, duhet udhtohet atër thash kanë udhtuar me deve, dhe në gjysë rrugës ajo usmon edhe për pak kohë edhe vdes. E varrosën aty. Edhe Muhametin e vogël tash i kishte bërë 6 vjet. E mori Abdul Metalibi për të arritur, sepse e don të shumë. Kështu pra, Muhameti i vogël meti pa babë, pa nën, por për te u kujdes, ato vite u kujdes, shumë u kujdes Abdul Metalibi, i cili u kujdes thuja ma shumë se për fëmijët e vetë. Edhe ka qenë zakon që në Mekë, se ai ka qenë në kryesin e Mekës, kur janë bërë mbledhjet, se cili plesnare ka pas një sigjade, në vogël edhe aty, dhe në atë sigjade nuk ka guxu të ullët askush. Vetëm, dhe më thonë, personi që ka poseduar. Mirë po, aty në atë sigjade shpesh është ullë edhe Muhamedi i vogël. Po vëllezërit e tij, vëllezërit djemtë e Mutalibit, shpesh e kanë larguar. Mirë po Abdul Mutalibi u ka thonë djemëve tij, shikoni, mos ma largoni djalin. Ky është djali im. Pra, të gjithë këto vite, Muhamedi a.s. edhe si i vogël është rrit në kujdesin e Abdul Mutalibit. Pra, Abdul Mutalibi asnjëherë nuk i ndanë të sytë nga nipi i tij, po vazhdimisht e përgdhelte, e mbronte. Sado që Muhameti i vogël nuk ka qenë nga trestar. Mirë po, pas gjithë këtij kujdesi, kishin kaluar shumë vjet dhe Abdul Mutalibi usmon dhe ra në dyshek, ra të thotë se kishin kaluar thuja 80 vjet. Edhe pas disa ditë të smundjes së tij e pa se ishte i lodhur dhe i tha djemve me shkue me thirr Muhamedin. Erdhi Muhamedi dhe pa gjyshin e tij të shtrirë, po gjyshi edhe pse ishte i smurë u ngrit dhe filloi të lozte me nipin. Çka do të thotë ishte pak e pa zakonshme. Po, ai kishte vullnet të madh për këtë djalë dhe e filloi lojën, po përsëri ushtri. Ndërkohë, pas lojës u mërzit shumë. U mërzit aq shumë sa qajti Abdul Metalibi musi fëmijët kur qajnë. E në këtë moment hyri djali i Abdul Metalibit, edhe i tha, baba, pse po qanë? Apo të dhimë se t'jeta, ti ke bërë 80 vjet, i ke bërë me nder duku ju shërbyer njerëzve.
duke bërë tregti në Abisini, në Egjipt, duke lutur Perëndin, pra po friguosh të vdesësh, nuk t'ka hije me qaj. Tha biri Abdul Mutalibi, nuk po më dhimë se tjeta, u kam shërbyr njerëz, i kam shërbyr me lutje dhe Perëndis, i kam shërbyr atë dheut, e dini sa tregtin e kam bërë, me nder, në për Egjipt, në për Siri, në për Abisini, të gjitha këto, dhe e di se secili njeri që ka lindur do të vdes, edhe unë nuk i friguam vdekjes, po e kam një breng tjetër. Çfarë brengë? I tha djali. Jam smur, jo që po kam frikë, vdes, po Muhamedi i vogël mbeti pa baba, mbeti pa nën, dhe tash s'fundi, po mbetet edhe pa gjysh. Pra, po e lanë 3 njerëz që e kanë dashur. Atëre i biri ju përgjigje babait dhe i tha, mos ke gajle, ne do të kujdesemi për Muhamedin e vogël. Edhe unë, baba, do t'a kem me fëmijët e mi, në kujdesje dhe do t'a mbroj prej gjitha këqijave. Atëherë Abdul Mutalibi e mori përsërin prerë Muhamedin e vogël, e shtërëngoj, faleminderit, i tha djalit, edhe në atë botë unë do të falenderoj kur të kujdesësh për Muhamedin, sepse e kam amanet prej babait dhe prej nënës ti. Pra, amanet ta kesh, ta rritësh me fëmijët tu, dhe unë do t'jemi qetë në varë. Dhe aty mbylli sytë për gjithmonë. Muhamedi i vogël, qau me të madhe për vdekjen e gjysht.